Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Miqtë e mi, përshëndetje nga unë Dorontina. Sot kemi orë në fshatin Kish Napoli, komuna e Gjilonit. Thëm drejtën, realisht në Google Maps ma ka qitë që ka shtëpia, edhe po kom orë me atë shpresë edhe uroj që kom e gjetë banor në atë shtëpia. Këtë në fillim rruga nuk është në nivel, ndoshta kam pas edhe problem rrugëve, por të shohëm se çka më pastaj, po duket fshati i bukur i qetë, gjelbrimi veç ka fillu, pranvera i ka këtu benefitet e veta, se sa i banueshëm e tek këtu, mo veç po i dini çka unë du, mbetet me u po. Hajtini me mu. Arrita unë të kjo pjesa këtu që më ronë sy, po e shën një plak, një shkrim këtu, të ja u lexoj tash më vonë. Përmbi pllakën është flamuri i Shqipërisë, flamuri shqiptar i krejtëve, mandej flamuri i shtetit tonë Kosovës, po për të zbritit të lexoj këtë pllakën që po shkruan. Në këtë ruall u vendos në Kish Napoli në fillim të viteve 1800, ku sot e trashëgon familja e Ragep Muratit, nga këtu dolen 7 gjenerata e sot jetojnë vetëm 4 prej tyre. Është pak probleme lexu për shkak se shkruan atje në të preme me cenci, edhe ishte pak e vështirë me lexu, po ja arrita. Çka kesh të thonë? Kjo është pikërisht arsyeja pse unë kur nuk gjej banor, kur nuk takoj banor, pak ma komplikon edhe rrugtimin tem të punës, për shkak se kisha pas dëshirë shumë me na tregu ma detajisht për çka fiks është vendos. Unë nga titulli e kuptova pak a shumë, por për detaje ma të hollësishme nuk muj me ju thonë kur gjë, për shkak se e ceku shumë herë në storje të ndryshme që nuk kam dëshirë me dezinformu për atë për diçka që nuk jam unë e sigurt. Kështu që na po e vazhdojmë rrugtimin. Kur sot janë mundësit pa atleta me jetu, shembull, se cila familje thuje e ka një mjet transporti, e ka dikën të familjes në punë, edhe dhe më thonë, mundesh me jetu dhe me qarkullu dhe në fshat, për shkak se benefitet që i ka fshati nuk mundet, as nuk kam i pas kur qyteti. Mirë po është zgjidhja e secili i ka arsyet e veta. O, shtëpia juve! A doni musafir? Po, mirë sert. Përshëndetje. Unë jam Dorontina, ndoshta më nje? Po, si figurë, përshëndetje, si jeni? A jeni mirë? Familjen? Këtë rahat? Mirë jemi shnosh. Familje rahat? Këtë jemi shnosh. Përshëndetje kryesorin. Mirë këtë, jo, mirë këtë rahat, jo, morë pash, faleminderit shumë, jo, ajni mirë, me familje me këtë. Këtë shnosh rahat. Qa këtë bo, qa këtë punu si në kom nëzon proces punës? Tu, këna dalë, e kom pregadit këtë farë objekti, e kom ly edhe kom ardhë për me hapë dritarët, për mu terë mrena. Unë kështë të thonë nuk jem të e po asë dhe një banor kur po i ndëgjoj dy zona. Tash e gjeta po mdoket dikar. Unë kam qenë edhe në televizionin qera. Po? Për emnin e shkollën, ndërsa e kemë dhe gjuhë. Do shtë edhe të kum po, Ashtu, edhe kështu që emnin Afërdita, e ka pas shkolla 70 vjetë e pasur. Të një kanë deshti e hekin emnin, që vendosin emnin, kështu që unë kam i cëtu edhe kom këtu emnin Afërdita si femna par e girves A avetarë.
një lumë. Unë po du me u fokusu tash tek fshati, me na tregu para shumë çfarë fshati është i banueshëm, punoni, gjallënoni, çka bëni? Qore, Jetonin këtë fshat këtë? këtë fshat kum jetu përpara, mbas luftës e kum përshtatis, kum shku në Dardani, fshati Dardani është komuna e Ferizajit. Po, ju më kanë atje. Po në rregull. Kështu që ky fshat ka qenë fshat pasunik fshat, me pasuri. Ama për shkak të rrugëve e kanë basradis këtë fshat. Jetesa ka qenë e vështirë, prej këtu i të në Gjilan, 3 orë gjys këna ecë kam. 3 orë gjys? 3 orë gjys, prej këtu i të në Gjilan kam këna ecë. Se s'ka pos mjete, kështu që qështu ka qenë jetesa. Pra, lufta ka bët vetën. Kur e keni lënë fshatin? Fshatin mas Sa luftës. vitesh? Mas luftës. Me njëherë mas luftës. Me njëra në mas luftës. Edhe kështu që kom pas venin atje në Dardani, atje ku marru 2 shtëpia. Tash e pas ke lënë fshatin tash unë gjeta të punu. Do më thonë ti sa nej, sa kënej. Unë jam një punëtor shumë i hapur për bujqësi edhe për ndërtimtari edhe për mjeshtëri. Se edhe si mjeshtër kom punu. Për ndryshe, unë e du fshatin tim, për atë shkak e kom vendos këtë objekt, që ta lo trashëgiminë time në këtë vend. Ku ky vend është fshati Kishnapole i pastër etnik, s'kemi të bujmë asë një pjesë tjetër nacionalitetit, edhe kështu që... Po, zoja po pritet në ardhë. I zoja... Edhe me shtin këtë me miell kep. Zojen. Ani, jo, Pa prites. Pak hajgore. Unë e bëj shumë hajgore. Tash s'bëni një murg nga zemrës. Kemi qef me folje, me qesh se cëllë. Jo, krejt, e kemi edhe nusën, edhe nusja është marakën. E na vim krejt me nusë, me djem me krejt vim këto. Po dhe ke punë të knosh, dyqysh ta hek stresin. Ja, po shkat punuj me kem. Sa shpesh vini në fshat kështu? Dëgjo, unë vi ma shpesh me shoqen. Po, unë punoj, hala, e ndryshe unë këtu vi ma tepër në tërhjek vendlindja ime. Edhe kështu që iniciator kryesor kanë qenë ato 2 shtëpia në altë atje, për ndryshe ata kanë marru vikendica, unë kom fillu, veç po shiqar edhe vetë, se kanë fillu edhe vikendica tjera, fshati po shkon atë hapësirën e ndërtimit, jetës lumtur që jemi të lirë, edhe kështu që do të jemi gjithmonë bashkë. Do më thonë ata krejt që kanë lënë fshatin, sa ka fillu interesi me u kthy. Interesi me u kthy edhe do të kthehen krejt. Për ndryshe pak është problemi i rrugës, qësoj rrugë. Ju kam premtu, keni bisedu me dikon që ka me u asfaltu? Kemi atë udhëhesin e fshatit, pa udhëhesi i fshatit ka është shumë një njeri i pa zotit, më vjen shumë keq me përdor këtë termin, edhe se du të me shtru këto, se tash njerëzimi po kanë qef që dalmi edhe në atë pjesën e njëre ka fillu muratimi aty, edhe fillojmë me marrë edhe 2 vikendica, plus asoj, shifni edhe në ato pjesë tjera, edhe në ato pjesë tjera punojnë në Gjermani, njerëzit edhe nuk dojnë mja këthy shpinën me lindjes, edhe kështu që kena fillu ta ndërtojmi këtë hapësirë që ne ka lënë Zoti. Ka diçka që i mungon fshatit përveç infrastrukturës? Po, fshati tjera s'di çka të thëmë, këtu është një popullsi shumë e vogël tash për momentin. Për shembull, prafërsisht sa shtëpi banimi janë? Jo, këtu janë më tepër se 10 shtëpi nuk ka. Nuk ka. E në kohën kur janë kanë krejt banueshme, sa ka numri prafërsisht? Ka qenë që e mor mend? Po, unë e moj mend deri 70 shtëpi. Thonë minus 60. Minus 60. Këtu janë... Dhe më thot, krejt e kanë lënë për një jetesë më të mirë? Kanë shku në për qytet, a? Jo në për qytet, në për fshat, ku kanë pas mundësi mu vendos. Prej fshatit në fshat? Pi fshatin në fshat, pi fshatin në qytet, ki njerës që ndalën në Gjilan, ki njerës që ndalën në Ferizaj, apo kupton, në Dardani, shumë fshatra tjera, për ndryshe ka qenë jetesa pak ma e raunë. Këtu njerëzit janë morë vetëm me bujqësi edhe me blektori. S'ka pas tjetër. Shkollimi ka qenë bukur i mirë në atë kohë, kur kom qenë unë si nxënës, atëre kena pas paralelet prej klasës 4, ka 2 paralele, se këtu e lidh fshati i jonë Kishnapole, lidh dhe 4 fshatra, 2 Slakovcët edhe i lidh Gadishin.
E me një bashkësi lokale jemi Krishnapoli. Ati çfarë po mbje mund sy kështë, jo vetëm këtë fshat, po në kretë fshatrat ka po shkoj, market asë edhe njëherë s'kom po. Po, shëqa, këtu është me të një... Është e keqe kjo për shkak se ka njerëz që banojnë ende dhe tash për gjona esenciale duhet me shku në qytet. Nështë si ka mundësi? Po, është problemi këtu që njerëz ka pak. Shitja bëhet shumë e vogël. Po ndashta me mbajt një kiosk të vogël që aty. Po për kiosk përpara ka qenë një kiosk që të qitë pjesën në altë, pa ajo u zhdu, për hak njerëzimi u largu, edhe kështu që ka me pa u formu, për shembull ai market. Edhe tash nëse vazhdojnë njerëzimit kthehen prapë në vendlidjet e veta, kjo pjesë e malësisë tonë Krishnapoli do zbukurohet. E bukur sa dush edhe përveç që nuk ka njerëz, Po, se përpamje shumë e mirë. në rregull, tash në rrugën e kemi mo Gadime, Gilan, kemi prej shkollës për Ferizaj, edhe kështu që u bo një jetesë e mirë. Po nduket na foljem kogja se shumë e të kthehen punës çka ke. Nuk ka problem që pyet të shoqën se unë nuk mirë Ti për vjeti mong të ne pak që të... Ja, unë e kom kështu... Ka të shkoj qka ti gjoj të boj ndimoj. Ja, Faleminderit. Jo, kafes nuk kam këtu për herë tjetër. Na veç po vazhdojnë, po i ndimojnë diqa qak... Po, më tregu që ju nuk jetoni këtu dhe tash veç keni fillu pak me regullu diçka që me ardhë dhe me bo naj vikenda, nej për qipi këtu. Marak në lule, kështu. Hajde, mama mikrofonin që të, shti pak në punë dhe që telefon. One jam marak me lule me eksen, po ka pak të i herë të i mrejnë. Këto i herë, do më thonë herë, ja për ata që se këpëtën është një një bari. Po, bari një herë, që këto lule që kanë fillu që ta është me dalë, tani do t'nja vje krejt këto bari. Shumë mirë. A bën me lonë qëtë? Po. Shumë mirë. A keni fmi? Sa në torë jeni kështë? One fmi s'kam për kam dëburit. A po? Po, dëburit i kam. Shumë mirë. Faleminderit, Ha që po në tregon për ta diçka. më këqyrin shumë, Po. tepër, i ka 3 dje me një qik. Haj, s'ko lidhje. Kur, që, veç është to, që, kur gjo nuk mirët, qëre? E që të? Jo. Hej, motra jam e veç që to, që shtine që to? Jo që të po ndeshta me murë me vjetin. A, merë, tapën ase pupash. Cilën dush merë? Cilat pëlqen merë, po haloj dhe bash ase po veç fillimja dhe barin mja hek, se haloj mjeli qira ase... Vallaj ndërum gazetarve, jo krejt din mi vlerëso. Po mjafton shumicën i kem, që na vlerësojnë. Po dhe pa gazetar vallaj. Hapësira e njerëzimit pa gazetar nuk mund bo. S'munet bre pa qëfar, po qa me bohaj tash t'jem. As gishtat që kem t'njejt. Jo. E lemo po pres m'ju pëlqy krejtë. Jo veçon, unë s'po vole veç për veti, po në përgjithësi. I zhyte pak duhet. S'ka dërt. Dëshira jote. Po, ja, nuk më këmë Nuk më dhonë presion që me... Ja, qëfar presioni. Kështë, sojni mi këpritsa përgjithësi fshati. A shkoni për shkak kur vjen ti këtu, a shkoni mi vizitu ku i shit ose mi thirrni u marr hajde pini një kafe? Po, gjithmonë. Me tërgu realitetin. Njëherë për njëherë na thirri neve se na hala se kemi rregullua di kështu Po, si të rregulloj, atëre kur të rregulloj, atëre shifet pra dashuria mes Shumë mirë. neve dhe juve. Këtë të më tregu ju që nuk keni fëmijë. Jo, unë të burrit i kam 3 dje me një qiki, ko Sa mirë. me ma të voglin jemi. Kur ke ardha, i ke gjithë vogël? Jo, o Atë ka ka një rrit. i vogli, o kom pak, po ka një rreqëm, nuk o kon qaqa, se po te jo martu, jëm kujdeson e tani masane gruja vetë. Çka po bojnë tash sot ata për ty? Ja, ta shumë, faleminderit, unë edhe që se di erën e vladit, edhe vladi jam nuk më kishë këqyrë që ashto, që shumë këqyrin mu, më respektuj. E halalli. Më këqyrin, më qojnë, më më thonë 12 natës, më qojnë të familja jeme. Qase jam, po unë në themën, mununa. Ja, faleminderit. Edhe ku të shkojnë, pa marrë mu, e ku të shkojnë. Faleminderit edhe pi nusove, edhe pi djemve, edhe pi qikës e falenderoj shumë se që janë në Itali, edhe aja te për më respektan. Po më shumë mirë që sa do pak e ke atë zbrastinin një plotësu. Po. Se me i mirë mundet me të bo se e vlad. Unë për veti nuk e di që shtoj nera në e vladë që thoi se kuptu si cëllea se, po unë edhe e vladë jam e konë së më kishë këqyrë që shto që shumë këqyri mu më respektuj. I falenderoj shumë.
Inshallah, që shtojnë aja fjalla popullore me luk dukatit hamshin. O, çfarë zoje, çfarë zoje e bekume, çfarë fjallë të mira po ndëgjoj. Allah lykoftë edhe juve që nuk heziton edhe publikisht me I falenderu. Edhe munona, qështë munona të adhone munona, se këqyri kam qef çka të punojnë ata adhone mjuni muja, se e falenderoj edhe djallin e vogël. Aj pa mvet për çdo sen, për çdo rak, cilon e bojna qëta, po... Konsultone ty e bojnë derë. Po, kejt, me nuse, me djall, me krejt. Sa mirë për Unë e ma shumë me djall e me nuse sa me burr. Unë e ma shumë jam I aset, Jo, ndëgjo. unë jam ma I aset me ta. Vjen që unë kam një princip nuk e lëvdohet puna. Puna flet vetë. Po puna flet vet. Unë jam pak më ndryshe në atë aspektin e burrijës. Rri pak si burra, Ah, do don. kështë burë me Po, musteqe. me musteqe, që kjo është ai problemi. Po, se të kullët dhe që e pak sirop edhe I kalën. Apo të që kam një burë, sot. Ndëgjo, jeta e rinisë të sotit është ndryshe me jetën tonë që I kena pasur. Shumë e vërtet. Tash ka ndryshuar raportet, po elhamdulillah e lutit lumin Allah që këtë janë mirë, nuk ka probleme, lindin do probleme të vogla, pa ato du të mi hu. Po, nuk bën mi rrit. Gjode? Ja se ti rrit tani vjen tjetri. E kjo shoqja ime, kjo më ka qëllue, po mendoj në atë aspektin e mençurisë, Po. edhe pak e marrë me politikë. Kush e merr me politikë? Kjem me politikë atë? Unë. Ah, kemi politikë. Ti do më thoj, e këthen që shtë ty, a? Ja, Ja, papa. po. E kështu, apo që ti më reflia në I herën? Qesmi në aflia. Vera, se të në riqët koha, edhe dolmi me fëmijë. Dolmi të vikendet në dilëm mas shumë të edhe që janë djemë të asë se na edhe që shë ka pushimin kë na vina. Amo dilëm ma shumë me minje me djeme me kejt. Vim kejt me kjerë, qesmi flia. Marëm qaje kejt këtu, këjna detët e të me kejt. Rrim sa të rrim afet. Vazhdojnë. Shkojna. Atje poshtë apo jetoni veç me... Ja, unë kam... I madhe o I dom. I dyti jo në Francë, I treti jo me neve. Ashtë I martumi vogla ju? Aha, masi jem... Shke nuse që pe për... Kjo nusë jo me mu, I ka 2 djemë. Sa mirë. A I kënë dimu me fëmin nusës? Unë e kur qëkaj të familja jem, janë njësën e kajnë. Kajnë thëjnë ju me shkue. Pani dhe pse gjyshja, qka me bo gjyshja? Veç më tepër dojnë fëmija këto se Po nonën e normal, vetë. do të fëmija me diçka dashnia e gjyshit edhe gjyshës. Ja, jem dhënë, të I kena afru nga të vejtit, e tani qështë afrojsh fëmijën a I do. Pa e ke po, Ja të kreve, vërret vëlla. që ata fëmi që I rrit gjyshja, ata e në krejt kështë foqet që ka. Ja, falimderit. Anashe vi rritëm jenë Amo këta më karo se edhe kanë linde ase edhe ata tjerë që janë të atë në tjerëve, edhe ata më respektojnë shumë. Shumë, përgjësi kejt, 8 djemë më respektojnë falimderit për të në... Edhe gjithë se po e meritojshit, Munën në atë mendimin të. të. Mirë që ka ende këso familje dhe I ruin këto adetet e din kënë e kanë nome, bobe, këtë rast edhe juve, inshallah janë 100 veti rëmbullakcioni bashkë. Amen, Falimderit edhe të me të falimderit, mi respektojnë edhe në vind të me të krejt. Me vlla, se vlla unë e ka me grue me fmi, të mi gjallarve, me qikat migjës, me ka krejt. Në vind nuk ju vjen zërë, që që respektojnë tjirët edhe të me të I respektojnë krejt për gjithësi. Se jam shvërgull për Gilanit. Shumë njerëz të mirë janë të Gilanit, më karon shumë e punën pjesën e Gilanit, janë shumë njerëz të respektuar. Vërtet më kanë lënë bresa të mirë. Unë me Ferizaj, këme Gilan. Po, kam nga që për A jeti jesha Ferizaj. Jo me Ferizaj. Po më do këtë në këto që pjesën që më takoj e kryta, a ka më diçka? Këto rejtë e E këpoj një patrunin së durë, që këpoj për aqë të qeshme? Jo, që tash që Ne une... ka loma, na I peshkira. Jo, që, po është pak në gosht dheni. Që shkon shuaj atje në ti pastran, se kam kontën e Mo dirë, më mësë. zanë. Strova, une që kam betë veç me ju përshëndet edhe me ju falendru për zemërsisht, për pritin e mirë, Zoti ju dhash krejt mirat, ishte shumë kreaci me një mirësirë.
Faleminderit shumë, përshëndetje, rrugë në barë. Faleminderit Kaloni shumë, mirë, me të jeni mira. mirë se ardhur. Faleminderit shumë. Hajde, ditën e mirë, faleminderit shumë. Faleminderit juve, faleminderit shumë, na falni se kemi mësuar. Hajde, jo, as pak. Faleminderit. Kur keni dëshirë. Faleminderit shumë, me kënaqësi. Hajde, Me të mira. Faleminderit. Një familje e mrekullueshme, vërtetën e u kënaq, apo besoj të keni me u kënaq edhe ju, sapo e shihni. Lomën e majtë, na, atje. Lomën e majtë. Miru pofshim. Kaloni mirë. Faleminderit, besoj se të kënaqni edhe ju. Po e vazhdojmë edhe këtë shpinë. Ju të regu që prapa kamerës e kam qenin, edhe nuk jam tutut, edhe po më duket s'do mi plotësu dëshira për ata që lutin, inshallah të hanë qeni, po nuk kom hanë qeni. Edhe po vazhdojmë. Çfarë rrugica është interesante, edhe kjo rrugë po m'pëlqen shumë, e shefni, sa rregull paska. S'po di faktikisht e jam hino, barra jem në rrugicë. Shumë interesante ka kjo. Garozh, da? Oj, zoti shpis! Na, po provojmë pak prej se largu, që mos me shku direkt te dera e shtëpis, nëse na ulaj mua dikush. Oj, zoti shpis! Ai një kësajde! O, ka po më thirrni zo, hajde, s'jam të e ditë. Livadh. Çfarë pjesë interesante, shumë e bukur, shumë po më pëlqen. Para mendoj me dalë mbromi këtu me ecë. Knoqesh. Një fshat interesant, diqysh si enigm po më duket, i ndërtum ashtu. A të kujtohen, ja të janë të zdjek, jem rikë të tullat. Ka një herë po më folë kjo diçka, po unë s'po du më vrej që jem të folë me të, po s'pe kuptoj. Oj, zoti shpis! Po a jeni kësajde mëre? Po a do një mësafir? E t'lumë t'goja. A bën me hy kësajde une? Ja, se kam unë derë të loqin e që i kam qizmet. Onë dy po më thatë vrov të zote që po e në laq. Po. A, si je. Përshëndetje i ndërum. Hajde që të komi t'i bo një 3 lafe për fshatin. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë i ndërum. Qysh je? A je mirë? Unë jem Dorontina. Përshëndetje i ndërum, na vjen mirë. Qysh je? Kaloj, mirë. A je mirë, familja? No, Qysh po kaloni? Mirë, shnosh. Jeni banori këtij fshati? Po. Po më intereson çfarë fshati është. Sa është i banueshëm? Unë shumë pak po është banor. Jo, gati se i braktisëm. E pse? Gati se i braktisëm. Po mas lufte kushtet ekonomike, ma shumë, tani pak ndikoj edhe djegja shtëpive edhe. Po. Nuk kanë dashur njerëzit me bon ndërtime të reja këto. Po besa edhe tjetra pak jo vlen për brezat e reja. Po pse? Për shkak me ditë shkaku edhe i martesës. Po se nuk japin ullë se këto. Pak vojzat e reja dhe këtë janë bo VIP, s'pedojnë fshatin. VIP? Po, edhe nuk pedojnë fshatin, po. Po, e vërtet, po thu që nuk po japin qika. Edhe gradualisht, to është duk, tash kemi mjetë shumë pak shpi. Shumë pak. Sa është e vështirë për juve si banori kësaj lagje? Jo, është edhe neve vesh na brenë rruga pak që nuk punoj asfaltojnë. Dikon 750 metra, nuk janë gjendje komunat Gjelanit më nëjë asfaltu. A kur ti llogaresh Imre Hameti që ka bon Lipjan edhe Agim Aliun Perizaj, për Gjelan është merë. Merë është.
Na i bojmë apel komunës që ne rregullu rrugën, për shkak se 700 motër, se po flas shumë, 750 metra kemi nderum, rrugë pa asfaltume. Unë kisha bon kërkesë që kryetari komunës me na vizitu. Hekuran Morati është i këtij fshati, mirë po banon Perizaj. Edhe Hekurani ministri i financës do të thotë, çka do të thotë, nuk ka interesim për këtë fshat, se e ka praktis, e ka lënë. Na jetojmë këtu. Shembull e kam shtollën. Ai Hekurani mas po çdo shmenis për shtëpisë vet tani me dalë Shtëpien, që nëse mund me fokusu, 13 vite mas lufte e kam drejtë. Mas lufte. Që më nalt atje nëse bë kamera, ajo u datu e kam ndihma pe ARC-s. Ha, ki është Pe ARC-s. Po, mund jo, tash nuk është e pastër, ashtu se 13 vite kam jetuar të. ke jetu. Mirë, po tash e ke milion në shtëpinë e ri, që e fokusu, kjo është sigur vill. Shumë mirë. Kjo është krenari me jetu, unë këtu jetoj. Me çka po jeton? Ojri është i mirë, Me çka e bën familjen? kofsht, i moj lop, Sa copa i? kam blet, pula, djem ka pak punojnë, qështë. Gjallë negër. Një djallë është në Gjelan, punon në gjuhë gjermonë në kallë tentër, udhëton. Qësaj rrugë? Po është e vështirë. Ai normal që është mas shumë rruga shkoku dimnit, shkoku i Borës, edhe kur komuna se mirë bën përpit. Kur? Zakonisht me traktor e qelim. Kur e keni bërë kërkesën e fundit për rrugë? Kryetarët e tonë plajnë. E kemi një është atje është një lauzë i thujnë Spahio, largë është prej këtujt. Kur, hështë, ai po që pi bëj kërkesat, po, kur po shkojmë herën tjetër me këqyrë, pi gjojnë në atë kontën e, mas tëmë kontën e bërlogit, në deponime. Ndrum, të pyta sa krerë lopi ki, sa lopi ki? Nuk kam shumë, për momentin i kam një 7 copë tash për tash, po. E i mbon veç për veti kështu? Veç për nevojat e minja. A e keshit në një këtë Tjem vetë, punojnë, ka pak vjetat ma tepër, për mujnë, për shesën. Më duket kjo për vjeta mi qitë, qke? Po, në korpa që i qojnë pazar, po. Edhe aje Aja është rimorkia që, po, aje drumë, nëse tash, apo merë drumë? me gjuhën moderne rimorkio, këta i thëjnë, Rimorke? që e bojmë ushqimin e Atje nisëm kosh. më vëlla me gramatikë. Ja, unë Kjo nuk jam piku. gramatician, ta mo, kam kry shkollën e mesme në Gjelan, edhe jam banur, adi qytetori Gjelanit, po flasë kërë konë qeveria e Qemal Mustafës, kena pas një bashkëpunim të jashtëzakonshëm. Lufta në ka knosh me bësishin, me gjithë se ato imi pas shak një ku, se unë shqysh herët, adi për mu si lidekës për Gjelan, edhe kam respekt për luftën, po tash, Gjelani për neve s'po punojnë. E ta shojnë kamerat, që di cilët program televiziv vjeni. Jemi me djumi shqiptar qekret Okej. për emisionit Katuni jem. Okej, Do shta e ke po? Shati jam, nuk ndroj me asgjë. Katuni jem Po. që shkojnë për Ori fshatra. është i mirë. Jemi pak Gjelë brem sa dush. Jemi pak larg. E mron sy ato, ajo pjesa. Mojnë pak blet. Do të thotë këtu e kam të kufizuar Sa për bleti mos ki, sa me copa? mos me bë dëm. Si vjet kanë në vitin e kaluar na kanë dëmtuar shumë. Diku një 8 copa, çati e kam më larg. Mirë po, ashtu, aty tash kuha shumë e ligë. Na ka rrosh si pak aty u von. S'ka të. Ose se zakonisht to është kënaqësi me tu herës. Kështë të pytë për atë pjesën ara. Ashtë me juve? Po. E lavrani, po më duket keni punu Aja diçka? pjesa është llakostie për të shirë të i kudrës, kjo kënina është me neve. Unë jem malak në borë, kom pëm, i shërtoj, çdo sa. Prej fillimit thash, çfarë u bë? Jo, perfekt, unë gjithmonë e jetë munduna, mo ju keni orë me një kohë që halasë gjithë brubal. Po. Vëdin. E, po na do të me punu, Aha. lere dimër, gjelbreme pa gjelbreme. Nuk se ne kam ti rrofshit veç, ha? Rofshi të ka qeni ta? Ja, të rrofshit Kosovë, ana Morov, rrofshit Kosovë, këtu i Morovës. Se rrofshit Kosovës, Ferizaj, i push Kosovë. Duka gjena ne i kapeja, vona largin për duka që. Ej, po më intereson sa mikprit sa jeni ju si banor. Shumë. Gjithmonë i kemi prit udhëheqësinë e qytetit e njerëzve, ju kemi dhënë bukë, i kemi strehu njerëzit në luftë, kemi dhënë bukë të shkolla, ahemgje, ka ju, nuk e kursim, kur. Mirë po, sidomos tash kjo udhëheqësia fundit na kalon në Europë. 4 vite tek ne, sa nësë është punon. Jo që du me akuzu, sa nësë është punon. A të kanë ndihmu ty personalisht për shembull diçka? Ministria Bujqësisë me solar. Me solar. Mund me fokusu ky djali, më lërish kamera, Ministria Bujqësisë, Fillore. po me solar, ja di Ata për që njerë, nuk e kur din. ndërprejke rryma kompost, rrym të koftë, ja di për njerë, ha? Po është hera e parë që është tamam Ja, edhe është funksionale, tash mund me himë ndezë, edhe është funksionale. Pse, jo me kësë përdor, nuk e kësë përdori, zëtë më se po, ja di për njerë. S'më kam pos bërç, po shkaku i koshme që i kompletsu kriterit ma kanë mundësu. Paskaro dikun me po që ja ka dhuru
Për momentin, shembull kur nuk kemi rrymë, është në disponim me internet, me televizion, me përjashtim aparatët që harxojnë shumë. Bojlerë, po bojlerë është para rrymës, ato nuk guxojmë se është pak e vogël, por ndryshe për tjera fenomenal. Motorën e ujit, shembull kur të kam një dhonë ujë, është tim tonë. Keni kështë problem ju me rrymë? Ja me rrymë jo. Rrymën e kemi mirë, perfekt. Ja, për rrymë e kemi perfekt. Edhe ujin e keni? Edhe ujin e kemi edhe me ramje të lirë, që ku është gypi, që e kemi për Kodrës, me ramje të lirë, e kemi edhe me motor. E nusën, ku e ki nusën? Mrana, tash mund duhet se liria grove, mund duhet edhe kafijet. Se u lullë, shembull, punë më mëngjes, do të mi bëj. Me mojë gjithë këtë shtëpi nuk është e lirë? Jo, unë mendova se jeni mysafir tash për Bajram, se ne kush i ka rënë nën Ajo vonë. ka met ndaj. Tash i ka rënë nën ku i vonë, apo Ajo dim. ka met ndaj cop torte a? Ajo ka met ndaj cop torte. Pa me siguri që mund më kon mbrana në një. Po. Na po përshëndesëm. Shumë Edhe të faleminderit shumë. Unë na shtjekëm te pru pak, kam cef më mahit. Edhe unë bëj hajgor shumë, Po, po. mirë po unë po them jetën fshat nuk bën me braktisë gjithë fshatin. Po, edhe unë po them nuk Se bën. unë kur shkoj verës në qytet Gjelan të merr kam motrën Gjelan e gjitha ama pluhon temperatura lartë gjitha këto është jetë për ato që do me jetu, që zanë. Se ne imponon. Hindrum, të faleminderit edhe një herë. Faleminderit e ju. Na falni se ju premtoni. Jo, që unë zakonisht natyrë. Se edhe filloj me rashi. Inshallah. Inshallah, do ne kam I qafë lutem Zotit për bereqet, pse jo. Po. Ju Faleminderit shumë. përshëndes, hajde me të mirë. Me të mira, faleminderit. Po e harrej edhe hymi. Sigurisht s'ka një shoqja se Jo, se s'po ju shqetësojmë ma shumë. që jem mrapa. Ju lumt, po shihet në të folëm. Po shihet në të folëm edhe përgjigje që mi jepe. Aty çdo ditë kemi pas shumë të rish, ora se. A din çka? Ne kem pak një të keq, nuk do të thonë që jeton ti mshat edhe tash je i padijshëm, po ma të mëshëm. As në përpara dheshin plesh të rrush i bën vetë carik. Kur dhe koha kam rrush, bardh, zi, qërë dhe këta të tjerë ku i bëj këta të rritë, ato ku i kam bërë tjerë të kam, po, drandafila, mazidolla, pemë që i shortoj vetë. Qa është e macedolla? Mazidolla i thëmë këtyre të gjelbërve. A, këtyre si pisha? Si pisha, po dikush i thëtë mazidolla, dy në gjangrin po kështu populluar. Kryesori e marak në gjdo sen. Shumë mirë. Po, I ama gëzof që kushtet, ti ndërun. nuk po më i halo me bo kucka. O, pasha zë të po duke që se me kocka. Të shto. Gjenet e paskem. Ju përshëndes, kolega, me të mirë. Vje shumë mirë, Zoti ju rujt, faleminderit shumë. A jemi në rec, a në recilja. Se kështu i baklovën, se kam jetë në përdham. E falenderoj për zemërsisht zotnin që nuk nalëshoj pa baklov, kofe, këto krejt qka shkojnë. Mos harrej me cikë se ky nuk dashtin prezencë të kamerës me na tha hajdini, se ta po nina keq. Po masi e kemi në recin, muhabet deri në fyt. Faleminderit shumë për zemërsisht. Ishte shumë kënaqësi. Po shumë kënaqësi. Shumë respekt. Zoja shtëpis, të përshëndes shumë. Faleminderit shumë. Mos harroj edhe zoja shtëpis më ka pritë fenomenal. Edhe erdhë shumë mirë kur më po, se e kisha faktikisht shikuese të rregullt të emisionit tem, edhe u gëzu sa i di nuk e keni, por që nuk ishte e gatshme me dal para kamerës edhe normalisht e kuptoj jo këto, po gjithë cilin për juve që nuk dënë me dal para kamerës. Për një ka rëndësi edhe jashtë kamerës, se si njerëzit na presin, esenca është se mos me humb tradita shqiptarit, kur të vjen dikush në ndir, edhe shkon të kultit të me qel dirën. Po vazhdojmë me shpresën që kemi me gjithë dikon këtu prej banorëve, edhe dikon jam të e pa, po më duket që janë punëtor. Oj, zoti shtëpis! A i një kësajde? A muna me ardhë?
Nuk jenë të mje përgjigje. Përshëndetje! A muna me ardhë? Përshëndetje, a do një musafir në shpia juve, a ju, as po di në cilën jeni? Që të shpinë qëtë, a? Përshëndetje, a i mirë? Unë jem Dorontina, jem gazetare, kom dalë në fshatin e ju. 3 pyetje, 3 lofe për fshatin e ju. Qëfar fshati është? Kjo është i banushëm? Shnabule. Po, është fshat i banushëm? S'ka, na jena 2 shtëpi qëtë. 2 shtëpi. Pse e kanë lënë fshatin? Pse me ju kara ma mirë me shku po është. Ma mirë, a ka pos diqa që i mungon në fshatit, a veç për qef jenë dalë? Mëre për qef kënë dalë jetë ma mirë. Po thu për qef, a? Po, vëlla. Se po thujnë që rruga nuk është mirë. Jo, rruga nuk është e mirë të na. Amo, ta për qef kënë dalë ma herët. Na jena mirë që të na ma kena mojna Ndoshta lup. nuk jenë tash, po sa lupi moni? Lupi kena do, kena pak. Sa për veti. Shumë mirë. Me shqit nuk se, me që për veti i dore. Po. Shtë. Diqa tjetër përveç që moni lup me punë tokave mirë në diçka? Ti për ka pak rejti imi. Sa anëtar jeni në familje? 8 veti na. 8, a punojnë tjerët apo? Valloj, ka pak. Veç këtë në përfshat punojnë, a? Qështë në përshat ka një ka pak. Kështu për shembull. 10.000 vogël, kënë 2 qikat vogël, kënë djali madh. A ato po lypin vetën. Po më intereson, mas i përmene fëmin, ka shkolla këto? Valloj, shkolla? shkolla ka të zonë të parë, po ti se po vjetë të përfëndove. Aha, me unë byllë krejt. Sa kofti pak, ka të qenë pak, to, shkolla profesorja këto Shnabule. Është larg shkolla për shembull, është problem për fëmijë? A duhet me patjetër ju me i qumë në shkollë? Valloj, na për me kërk, nina kina aty, te poshtë po populla ki qëllaq. Nja që kina në shkollë me, halos janë një. Po. Mirë po, ju vjen dita shumë shpejt. Po. A njihni po më intereson me banor të lagjës? A njihni me krejt? A shkoni të njëri tjetrin? Ja s'kena ku shkujna, s'kena të kërkan. Veç me shkone për shtëpia tota. Tunë t'i kena jashtë poshtë, krejt. Na, veç kë këshia këto është edhe na. Që këshpia që të. Po. Ja, s'kena. Për veta? Ati Jo, të që kaj ta- një orë, vish një shpije që atë, mojnë lupa ta shumë. Ati poshtë ka, me tash. I kena të në për shkujna. Sa ma lagë. Shumë mirë. E dashur në të të marko ma shumë, faleminderit shumë. ishte shumë Hajtë, rëndësi. faleminderit. Faleminderit shumë, miru pofshim. Hajtë një. Me të mira. E vazhdojmë në rrugtimin tonë. Më falja jeton këtë shtëpi dikosh a ju? A kja që keni jetu dikur? E falenderojmë zonjën për zemërsisht dhe nuk hezitoj me ma qilë dirin edhe mu përgjigj pyetjeve cilat në tashme jenë zakonshme këto pyetjet e mia për shkak se më intereson lidhur me fshatin, kushtet e krejt këto. Kur është fshati i zbraz, të më intereson pse edhe mu shumë po më intereson gjithçka brandi. A duket edhe ty a veç mu? Pa qa me bo? Qështu gazetarët e kam punën ju hinë? O, unë ju hinë njerëzve gjithë kam në për punë. Që vetë e kam drejtimin qështu? S'ki qka? O, qeni tjetër. O, undi. O, kuku qeni. O, tek në një dovë. O, undi. O, kuku qeni. Dal nga dali erdhëm edhe fundit ditës së sotme. U knoqa në realisht në këtë fshat, që shetë ceka kretë në fillim, rruga nuk ishte nivel, edhe fshati ishte i zbrazdëm pikërisht për këtë arsye, pse rruga nuk është e asfaltu me kanjon, do thot banorët e kësaj lagje vendin krejt, më thanë që prej 70 shtëpive ka mbet vetëm 10 të banueshme. Për ndryshe fshati bukur ishte shumë, malor, kushtet tjera i kishin gjitha, na kalum super mirë, po shpresojmë që kemi me kalu edhe në shatrat e tjera kështu si sot. Diçka tjetër nuk mbetet me ju thonë, veç me ju përshëndet edhe me ju falenderu për zemërsisht. Krejt ata që më ndjekun, ju duam pa mos, deri në takimin ton të ardhshëm. Mirëmbëjtje!